më mirë se unë këtë aspekt, kështu që po ja kaloj fjalën atij. Faleminderit zoti Kaso. Unë po I marr çështjet me radhë sipas radhës që u ngritët. Sa I përket krimit zgjedhor, ne patëm një diskutim të gjatë në Komisionin Përkatës dhe aty dham edhe parashtrimet tona për shifrat që ne disponojmë dhe përmenda dhe sot në mënyrë të përmbledhur. Krimi zgjedhor është një fenomen që është qetësues dhe neve na shqetëson si prokurori. Nuk është një fenomen që ne pajtohemi me të. Është një fenomen që nuk është krijuar brenda një viti apo brenda 2 vjetësh, ka një periudhë gjatë kohore. Ajo që duhet të kuptojmë është të vendosini dhe ju në rolin e jurist apo prokurorit që çështjet përfundojnë në akuza kur gjenden provat. Pa prova nuk mund të ngrihen as akuza dhe as mund të gohen çështjet. Unë nuk shoh një standard të dyfisht midis përfaqësuesve të njërës palë apo përfaqësuesve të palës tjetër. Pavarësisht se ju përmendët disa raste dhe nuk shoh lidhje të këtyre rasteve me reagimin e SPAK-ut për çështje zgjedhore. Por mendoj që ky është një perceptim. Është dhe politik, mund të jetë dhe me gjerë, por nga ana jonë e nuk nisemi me perceptime, nisemi nga atë që ka dosja. Dhe ju siguroj që nëse dosjet kanë provat e nevojshme, kushdo që të jetë, në secila anë të jetë, do mbaj përgjegjësi për atë veprim që ka kryer. Sa I përket temës së dytë që lidhet me një kërkesë që ne kemi paraqitur në Parlament, Komisioni Përkatës, prokuria ka qenë e qartë për kërkesat, ka qenë e qartë për atë që ka kërkuar, por unë sot nuk mund të vlerësoj apo të rivlerësoj qëndrimin e kuvendit me një kërkesë të caktuar. Nuk mund të them më tej detaje konkrete, është një çështje konkrete. Mbase moment të mëvonshëm prokuria në vijim të hetimeve do ketë një vendimarrje përkatëse, por nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Ajo që është e qartë është që prokuria e ka pasqyruar në të diskutimi me dyert të mbyllura se çfarë ka kërkuar dhe është e qartë dhe reagimi I prokurorisë pas vendimarrjes së kuvendit. Sa I përket me temës së tretë, atë parë ne nuk etiketojmë dosjet me emërtim apo në SPAK procedimit penal nga numër, datë dhe vit. Nuk dua përsëri që të ndalem të çështje konkrete dhe as edhe po të doja, është një çështje që është në hetim, por ajo që unë ju garantoj është që nuk mund të ndodh në prokurorinë e posaçme që të ketë një provë në një dosje, për çfarë do dosje, dhe ajo provë të lihet aty në gjumë apo të mos reagohet. Ndonjëherë tjetër gjë është një dosje caktuar, tjetër gjë mund të thuhet, mund të flitet, po këto nuk janë element prove. Këto janë hamendësime, opinione. Sigurisht në një moment caktuar përfundojnë hetimet dhe aty është momenti pastaj që institucioni mund të bëjë transparencë më shumë për një hetim të caktuar. Përmendet deklarata apo komente politike, nuk I komentojmë komentet politike, të asnjë palë dhe të asnjë personi. E kemi treguar me çështjet e mëparshme dhe çështjet që kemi në zhvillim që për SPAK-un janë gjithë barabartë para ligjit. Faleminderit. Faleminderit zoti Brau. Zoti Kaso bëri pyetje, bëri shumë komente, po Këtë do thoshe që për të patur kam shumë po të jetë, po dua që ta kemi produktive seancën dhe për shkak se ka dhe kolegë tjerë jashtë komisionit që kanë dashur të marrin pjesë, unë heq dorë nga komentet mbi përgjigjet e drejtuesit të prokurorisë posaçme, me qëllim që gjithë kolegët kenë mundësinë të bëjnë pyetjet edhe ta kemi efektive. Faleminderit. Por besoj që si kolegët e majorancës dhe të opozitës duhet ta kenë qartë që kjo është seancë pyetjesh, jo diskutimesh. Diskutimet bëhen në seancë plenare. Prandaj do të lutesh edhe kolegëve të majorancës dhe kolegëve të opozitës të formulojnë qartë pyetjet. Janë të lirë të bëjnë pyetje, drejtuesit kanë drejtën e tyre të përgjigjes, por janë pyetjet, komentet, qëndrimet ka një vend tjetër ku bëhen. Që mos e kthejmë të
ta deformojmë dhe bje dakord me ju këtu në këtë aspekt. Okej, fillojmë atëre, zoti Elezi dhe pasaj zoti Gjoni. Jo, pasaj, zoti Gjoni më ka kërkuar. Keni, po, dakord. Pasaj juve, patjetër se jeni antarë e komisioni. Nuk jeni antarë e komisioni. Basi do mbarojmë me gjithë antarët e komisioni.